Që nga dhjetori i vitit 2025, hyn në fuqi ligjet e reja që e bëjnë Hainanin një zonë të veçantë doganore dhe konsolidojnë një mjedis rregullator të favorshëm në provincën më jugore të Kinës. Ky veprim bie ndesh me trendin aktual global të proteksionizmit, pasi shumë vende po përpiqen të shtrëngojnë rregullat tregtare dhe kontrollet e investimeve. Hainani është tani në fakt porti më i madh i tregtisë së lirë në botë për nga sipërfaqja, me një sipërfaqe prej mbi 35.000 km2, është afërsisht 50 herë më i madh se Singapori dhe madje pak më i madh se Belgjika. Kina po përpiqet të ofrojë një zgjidhje për pasigurit në rritjen e ekonominë globale dhe po përpiqet të përsërisë suksesin e Singaporit me një port të tregtisë së lirë me madhësinë e një kombi evropian. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, nisja e operacioneve të posaçme doganore nuk është thjesht një ndryshim politikash, por një ristrukturim themelor i mënyrës se si provinca ishullore bashkëvepron me tregjet ndërkombëtare. Korniza unike e krijuar nga Partia Komuniste Kineze mund ta bëjë Hainanin jurisdiksionin më miqësor ndaj biznesit në botë. Kjo nuk është hera e parë që ekonomia e udhëhequr nga shteti, e përshkruar si një ekonomi tregu socialiste, merr një shembull nga libri i strategjisë kapitaliste për të rritur dominimin e saj global. Zonat ekonomike speciale janë zbatuar me sukses në Kinë që nga fundi i viteve 1970, si pjesë e politikës ekonomike të dyerve të hapura të vendit. Këto zona i lejojnë Pekinit të eksperimentojë me mekanizma kapitalist në zona të kufizuara, duke ruajtur njëkohësisht kontroll më të gjerë shtetëror mbi ekonominë.